unë para një viti me një miktimi kemi themelu një shtëpi botuese me idenë që kjo shtëpi botuese të funksionojë si lidhëse mes kulturës shqiptare, jo vetëm kulturës Kosovës, në radhë parë kulturës Kosovës, po jo vetëm dhe diasporës. Se mendoj që shumë njerëz në diasporë që janë të integruar mirë, janë jashtëzakonisht suksesshëm. Ata deri më tani nuk kanë pas ofertë kulturore. Do thonë niveli i jetës kulturore në diasporë ka mbetur te tubimet e ndryshme përkujtimore, patriotike, advetare dhe me këngë e valle popullore, të cilat e kanë vlerën e tyre, as nuk du t'i gjykoj, as t'i paragjykoj, janë shumë në rregull, por mendoj që kultura është diçka më shumë dhe kultura është diçka më shumë atëherë kur ne komunitetet shqiptare arrin t'i tregojnë edhe palës tjetër që ne nuk ofrojmë vetëm valle egzotike nga Ballkani, po mund të ofrojmë edhe një vepër letrare. Dhe kjo ka qenë ideja dhe kemi fillu me disa botime, edhe po shpresoj që të vazhdojmë, po nuk është ideja të vazhdojmë vetëm me tekste në gjuhën shqipe ose libra në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhën gjermane, sepse shumë shqiptarë që jetojnë në Zvicër, Gjermani dhe Austri, bëhet fjalë për rreth 1 milion njerëz, një pjesë e tyre, sidomos të rinjt, kanë me vështirë të kuptojnë gjuhën shqipe, të lexojnë gjuhën shqipe dhe ata me shumë dëshirë do të kishin një libër në gjuhën gjermane nga letërsia shqipe.